Edicioni informativ në Radio Televizionin Pendimi. Titujt kryesor për edicionin e sotëm. Dogana e Kosovës me performancë rekord afër 2 miliardë euro të hyra për gjatë vitit 2025. Rreth 1300 të dënuar të përfshirë në programe rehabilituese gjatë vitit që po lëm pas. KQZ lejon votimin në përfaqësi diplomatike edhe me dokumente të skaduara. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Pendimi, po nisim këtu me edicionin e lajmeve për ditën e sotme 25 dhjetor 2025. Unë jam Lulita Beqiri. Edicionin e fillojmë me lajmet nga vendi. Dogana e Kosovës ka njoftuar se ka shënuar vit historik në 2025 duke realizuar performancë rekord si në të hyrat buxhetore ashtu edhe në forcimin e sigurisë dhe mbështetjen e zhvillimit ekonomik. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2025 janë mbledhur gjithsej 1 miliardë 968 milion euro të hyra, duke tejkaluar projeksionet fillestare dhe duke shënuar rritje prej 8% krahasuar me vitin paraprak. Një kontribut i rëndësishëm thuhet se është dhënë edhe për sektorin prodhues vendor dhe lehtësimin e tregtisë përmes 413 milion eurove lirime doganore në kuadër të marrëveshjeve të tregtisë së lirë. Këto masa bëhet e ditur se kanë ndikuar drejt për drejt në rritjen e konkurrencës dhe zhvillimin ekonomik. Sa i përket luftës kundër krimit dhe kontrabandës, thuhet se janë zbuluar dhe sekuestruar mallra në vlerë prej 18.6 milion euro. Viti 2025 është shënuar edhe me hapa në digitalizim përfshirë fillimin e përdorimit të inteligjencës artificiale dhe sistemeve track and trace me synim rritjen e transparencës, efikasitetit dhe kontrollit doganor. Sa i përket tregtisë ndërkombëtare, Gjermania vazhdon të mbetet partneri kryesor tregtar i Kosovës me mbi 1 miliard euro vëllim tregtie, ndërsa eksportet drejt Shqipërisë kanë shënuar rekord historik prej 156 milion eurosh. Shërbimi korrektues i Kosovës ka prezantuar arritjet kryesore të vitit 2025 duke theksuar përparime të rëndësishme në rritjen e sigurisë, rehabilitimin e personave të privuar nga liria, profesionalizmin e stafit dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar. Një nga arritjet më të rëndësishme të këtij viti është vlerësimi ndërkombëtar i institucionit. Po gjatë vitit 2025, shërbimi korrektues i Kosovës është bërë antar i Europris, rrjetit evropian të shërbimeve korrektuese. Sipas njoftimit, ky antarësim hap rrugë të reja për bashkëpunim ndërkombëtar dhe shkëmbim të praktikave më të mira në fushën korrektuese. Vazhdojmë tani në tematikën e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës të lejohet votimi edhe me dokumente identifikimi me afat të skaduar të vlefshmërisë për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Vendimi u mor në mbledhjen e KQZ-s të mërkurën dhe erdhi pas evidentimit të disa rasteve në zgjedhjet parlamentare të shkurtit, kur votues të regjistruar ishin paraqitur për votim me dokumente identifikimi të skaduara. KQZ-ja ka thënë se votuesit do të mund të identifikohen në vend votim me njërin nga këto 3 dokumente: letër njoftim, pasaport ose leje të vozitjes, të gjitha të lëshuara nga Republika e Kosovës pavarësisht afatit të vlefshmërisë. Po ashtu në kuadër të përgatitjeve për organizimin e zgjedhjeve, KQZ-ja ka marrë edhe disa vendime të tjera. Ndër to përfshihen miratimi i pagesës për një objekt privat që do të shfrytëzohet si qendër votimi në komunën e Mitrovicës së Jugut, vendimi për transportin e materialeve zgjedhore nga qendrat komunale të numërimit në këshillat e vendvotimeve dhe anasjelltas, si dhe autorizimi i stafit rezerv të këshillave të vendvotimit dhe stafit mbështetës në procesin zgjedhor. Gjatë së mërkurës, nga njësiti e hetimeve të stacionit të fushë Kosovës është arrestuar EH, 21 vjeçar i dyshuar për disa vjedhje të rënda. Rastet kanë ndodhur kryesisht në rajonin e fushë Kosovës, ku është raportuar se prej 8 automjeteve të ndryshme janë vjedhë mjete pune e gjësende të tjera. Puna e hetuesve të stacionit policor ka rezultuar me arrestimin e një personi të dyshuar, si dhe bastisjen e vendbanimit të tij, ku janë gjetë dhe sekuestruar mjete pune e gjësende të vjedhura, të cilat u janë kthyer pronarëve. Personi dyshuar me inicialet EH, mashkull 21 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërkohë hetuesit po kryejnë veprimet e nevojshme procedurale lidhur me rastin, thuhet në njoftimin e policisë. Vazhdojmë me lajmet nga rajoni. Policia e Tiranës me aksion antidrog shkatërrohet grupi kriminal me 33 antar. Është finalizuar në Tiranë operacioni policor i koduar Labirinti 2, i cili ka goditur një grup kriminal që shiste lëndë narkotike.
Policia e shtetit njofton se në kuadër të aksionit janë identifikuar 33 shtetas pjesëtar të grupit kriminal, të cilët individualisht ose të organizuar në grupe ushtronin veprimtarinë e paligjshme të shitjes së lëndëve narkotike në trajta të ndryshme. Ekzekutohet masa e sigurisë, arrest në burg për 22 prej tyre, 5 shtetas janë arrestuar gjatë periudhës hetimore, ndërsa vijon puna për kapjen e 6 shtetasve të tjerë të identifikuar si pjesë e këtij grupi kriminal. Si rezultat i operacionit u sekuestruan rreth 500 gram lëndë e dyshuar narkotike, kokainë, 10 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis dhe 100 doza të kësaj lënde, 5 automjete, 28 celular, 6 peshore elektronike dhe 3.000 euro. Thuhet mes tjerash në njoftimin e policisë shqiptare. Një fëmijë 15 vjeçar është dërguar i vdekur në spitalin e Gostivarit. SPB Tetov njofton se gjatë ditës së djeshme, spitali i Gostivarit ka raportuar se tek ta është dërguar i vdekur një fëmijë 15 vjeç. Nga atje thonë se mjekët kanë konstatuar vdekjen e 15 vjeçarit pa shenja dhune. Me datën 23 dhjetor në ora 8 në mëngjes, DPB Gostivar nga qendra mjekësore është denoncuar se tek ata është dërguar një fëmijë 15 vjeçar i vdekur nga Gostivari. Mjeku ka konstatuar vdekjen pa gjurmëdhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për autopsi, thuhet në njoftimin e SPB Tetovës. Lajmet nga bota. Shpërthim në një xhami të mbushur plot me njerëz në Nigeri raportohet për viktima. Një numër njerëzish dyshohet se janë vrarë dhe plagosur në Nigeri pas një shpërthimi në një xhami në shtetin Borno. Dëshmitarët thënë se shpërthimin e tregun Gamboru te Majduguri, kryeqytetit e shtetit, ndodhi gjatë lutjeve të mbrëmjes. Një raport sugjeron se 7 persona u vranë, por nuk ka pasur konfirmim zyrtar për ndonjë viktimë, shkruan BBC për Cell Telegrafi. Pamjet e paverifikuara në mediat sociale duket se tregojnë pasojat e shpërthimit me njerëz që qëndronin në një zonë tregu me grimca pluhuri në ajër. Asnjë grup nuk e ka pranuar kryerjen e sulmit, por militantët më parë kanë synuar xhamit dhe vendet e mbushura me njerëz në zonë me sulme vetvrasëse dhe me pajisje shpërthyese të improvizuara. Humbjet e luftës së Ukrainës vlerësohen në $800 miliardë amerikane. Presidenti i Ukrainës Zelenski ka zbuluar se Ukraina vlerëson humbjet e saj totale nga lufta me Rusinë në $800 miliardë amerikane dhe shpreson të mbledh këto fonde përmes fondeve të ndryshme për rindërtimin pas luftës. $800 miliardë amerikane është vlerësimi ynë total i humbjeve nga kjo luftë ruse. Kjo është ajo që po diskutojmë me partnerët tanë, shtoi ai. Presidenti Zelenski vuri në dukje se drafti i dokumentit bazë midis Ukrainës, SBA-s, Rusisë dhe Evropës për përfundimin e luftës parashikon krijimin e disa fondeve për të adresuar rimkëmbjen ekonomike të Ukrainës, rindërtimin e zonave dhe rajoneve të dëmtuara, si dhe çështjet humanitare. Zelenski për herë të parë ka prezantuar publikisht draftin e një dokumenti me 20 pika për përfundimin e luftës, të cilën ai e përshkroi si një kornizë ose dokument bazë midis Ukrainës, SBA-s, Evropës dhe Rusisë. Lajmet nga sporti. Distria tregon fshehtësinë e qëndrimit të vazhdueshëm në krye. Unioni Evropian i Gjudës ja ka kushtuar të mërkurën një shkrim të gjatë Distria Krasniqit. EU-ja po i prezanton gjudisët evropian që janë të parët në ranglistën botërore, ndërsa Distria është në mesin e tyre. Ajo e ka përfunduar vitin si e para në ranglistë në kategorinë deri 52 kg dhe e dyta prej të gjithë gjudistëve në botë. Distria ka vlerësuar shumë të mirë vitin 2025, ka veçuar faktin që ka fituar medaljen e secilën gara. Do të thotë shumë për mua që kam fituar titullin e Evropës për herë të tretë dhe që për herë të parë isha në finale të botrorit për të rritur, ka thënë Krasniqi për EU. Ajo pranon se në shumë gara nuk ishte në nivelin më të mirë të mundshëm, por në garat më të rëndësishme ishte në top form, dhe aftësia për të shfaqur më të mirë në momentin më të rëndësishëm e ka veçuar Distrinë gjatë gjithë karrierës. Së bashku me trajnerin Driton Kuka analizojmë luftrat e mia dhe gjithnjë gjejmë detaje që mund të përmirësojmë, në mënyrë që në garat e mëdha të jemi më të mirë, ka shtuar Distria Krasniqi.
Roberto Martinez zbulon 3 arsyet pse Ronaldo është ende i rëndësishëm për Portugalinë. Roberto Martinez ka shpjeguar arsyet pse Cristiano Ronaldo vazhdon të jetë një titullar i pa diskutueshëm për kombëtarën e Portugalisë. Ronaldo mbushi 41 vjeç në shkurt, por vazhdon të jetë kapiteni i Portugalisë dhe pritet të ketë një rol të rëndësishëm në skuadrën e Martinez për Kupën e Botës 2026 verën e ardhshme. Përzgjedhësi Portugalisë ka bërë të ditur se stafi analizon 3 shtylla kryesore për të justifikuar përzgjedhjen e tij të vazhdueshme. Qëndrimi janë 3 shtylla që ne i analizojmë vazhdimisht: talenti, përvoja dhe qëndrimi që ai sjell në kombëtare. Kërkesa maksimale që ai vendos vetes për të qenë i pranishëm dhe për të ndihmuar është ajo që lejon kapitenin e kombëtarës të jetë gjithmonë pjesë e listës. Ajo uri për të qenë më i miri është ngjitëse. 25 gola në 30 ndeshje duke luajtur si sulmues tregojnë se ajo që bën ai në fush kontribon shumë për kombëtarën. Martinez mori drejtimin e Portugalisë në janar 2023, pasi pasoi Fernando Santos dhe po ja afrohet 3 vjetorit e tij në krye të ekipit kombëtar. Parashikimi i motit. Vazhdon edicioni i lajmeve me parashikimin e motit për ditën e sotme, datës 25 dhjetor 2025. Të dhënat sinoptike mbi territorin e Republikës së Kosovës flasin për temperatura të ulta dhe me reshje bore. Mbi territorin e Republikës së Kosovës temperatura më e lartë do të arrijë në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo më ulta do të zbresë në -1 gradë Celsius. Ndërkohë mbi territorin e Republikës së Shqipërisë pritet të ketë një mot të kthjellët dhe me vranësira të pjeshme, me temperaturën më të lartë që do të arrijë në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo më ulta do të zbresë në 6 gradë Celsius. Ndërsa mbi territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut pritet të ketë mot me vranësira dhe në vendet e ulta do të ketë reshje shiu, ndërsa në viset malore pritet të ketë edhe reshje bore. Temperatura më e lartë për ditën e sotme do të arrijë në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo më ulta do të zbresë në 0 gradë Celsius. Kështu pra të nderuar dëgjues dhe shikues, me të dhënat për motin kemi përmbyllur edicionin e sotëm të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me Radio Televizionin Pendimi. Bashkë miru dëgjofshim.